Kjo është jashtë standardeve të Bashkimit Evropian, është jashtë asaj që është dakorcuar me organizatat që mbrojnë gazetarët, me vetë asociacionin e gazetarëve dhe me vetë gazetarët që kanë qenë partner në fakt duke besuar që ju do ta mbanit fjalën. Por ju nuk e mbani dhe se keni mbajtur ndonjëherë fjalën që ta bëni kësaj radhe. Dhe rekomandimet e tyre janë hedhur poshtë. Dhe sot ju sillni diçka që është në kundërshtim me detyrimin që vjen nga roadmap-i për rule of law, e sillni në kundërshtim me atë që kërkojnë organizatat dhe gazetarët, e sillni me një shpejtësi që është e pakuptueshme. Dhe ajo që bëni edhe me ligjin tjetër më pas që ka ardhur si propozim i zonës Luarasi për mediat, ajo që bëni është fragmentarizimi një problematike për të bërë ndërhyrje këtu dhe atje, ndërkohë që duhet një reformë e plot në përputhje me standardet europiane dhe që bazohet tek e mira publike, sepse gazetarët mbrojnë interesin publik. Gazetarët kur përballen me këdo, nuk përballen për ndonjë interes personal, përballen për interesin publik. Kur japin informacion kundër korrupsionit tuaj, e japin në mbrojtje të interesit publik. Kur bëjnë investigime, bëjnë në mbrojtje të interesit publik. Dhe ndaj duhet kenë mbrojtje për interesin publik. Dhe kur ne themi dekriminalizimi i plot i shpifjes, nuk është licencë për të shpifur, por është që mos kenë ndjekje penale për fjalën e lirë, për lirinë e shprehjes, të drejtën kushtetuese e çdo qytetari aq më tepër të gazetarëve, sepse patjetër do të përballeshin me padi civile për shpifje. Por kjo nuk ju intereson juve, sepse në një vend ku instalohet diktatura, fjala duhet censuruar, duhet bërë gjoja standardi evropian, duke u fshehur mbas tryezave të përbashkëta që më pas të vini me akte të njëanshme siç erdhët sot. Dhe ju ftoj edhe një herë ta tërhiqni. Jeni në kohë me propozimin tuaj të jeni të bindur që tërhiqet çdo gjë në çdo moment. Siç e keni tërhequr dhe herë të tjera dhe në fund të seancave. Tërhiqeni dhe kthejuni atij drafti që është bërë në dialogun me mediat financuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Këshilli i Evropës. Tërhiquni në rast se vërtet keni paksedër për të garantuar standard evropian. Nga ana tjetër në asgjë nuk ndaleni dhe